Pas suksesit të sezonit të tretë, Ferma VIP pritet të rikthehet më herët se zakonisht me edicionin e 4. Formati, i cili këtë vit solli një standard të ri televiziv nën moderimin e Arbana Osmanit dhe regjinë e Eduard Grishajt, mbylli sezonin me audiencë të lartë dhe investime të mëdha në produksion. Megjithatë, menjëherë pas finales nisën aludimet për një krisje mes moderatores dhe produksionit. Vëmendje të madhe mori mungesa e Arbanës në festat pas finales dhe në xhirimet e postprime, ndërsa fansat vunë re se emri i saj nuk u përmend në falënderimet publike. Burime pranë produksionit flasin për mospajtime lidhur me rrjedhën e programit gjatë sezonit, çka ka ngritur pikpyetje të mëdha për të ardhmen e moderatores në format. A do të rikthehet Arbana Osmani në krye të Ferma VIP 4, apo sezoni i ri do të vijë me një emër tjetër në moderim? Për momentin nuk ka asnjë konfirmim zyrtar, por prapaskenat po bëhen gjithnjë e më interesante.